Sot më 1 prill u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak e muajit mars. Mbledhja filloi dhe u mbyll me debate të forta shoqëruar me tone të larta mes kryetares së bashkisë Eriselda Sefa dhe kryetarit të grupit të këshilltarëve opozitar Klement Çela. Sa i përmbahet bashkia planit të investimeve dhe pse nuk bëhet praktik që neve si këshilltar të informoheni dhe mos jemi kaq indiferent kur na pyesin qytetarët. Cilat nga rrugët që janë planifikuar kanë filluar të shtrohen, sepse jemi edhe në një periudhë fushate dhe normalisht hamullia do të krijohet. Pse na lini neve shteg që të dyshojmë sipas jush, se ne nuk dyshojmë se e dim që ju në këtë periudhë lini, por nuk i bëni gjërat transparente, sepse unë me sa di një pjesë e madhe e atyre rrugëve që janë planifikuar qof nga vjet, qof nga si vjet, nuk kanë filluar. Ashtu siç të kam shpjeguar edhe në mbledhjet e kaluara se ke bërë pozitë dhe ke marrë të përgjigje, është me blerje materiale nga ndërmarrja e pasurisë publike, sepse do të thotë që janë investimet nga dalin me një kosto më të ulët dhe që do të thotë të ofrojnë infrastrukturë qytetarëve më shumë, sepse çakulli ka kontratë tjetër, asfalti ka kontratë tjetër, tumbinat kanë kontratë tjetër, çdo material është me kontrata të veçuara. Dhe të gjithë investimet që janë duke u bërë në territorin e Bashkisë Lushnjë, janë të gjitha ato kontrata që ti gjatë muajit 2024 pyesim se po vonohen që të fillojnë punët. Pasi mbaruan të gjithë procedurat ligjore të prokurimeve, ka filluar zbatimi i tyre ashtu siç e parashikon ligji.